jogurt. Në këtë pjesë të emisionit do të diskutojmë në lidhje me diçka krejt tjetër në raport me pjesën e parë. Do të ndalemi tek shoqëria kosovare, faktikisht sa jemi ne si qytetar aktiv, sa i shtyjmë vetë përpara proceset, sa tentojmë që të bëjmë ndryshimin vetë, apo jemi shoqëri që më shumë ankohemi se sa marrim iniciativa. E në lidhje me këtë çështje do të diskutojmë me panelistët tanë në studio. E me mua në studio kam Kenan Gashin nga Avonat. Përshëndetje Kenan. Përshëndetje, faleminderit që ftesë. Gjithashtu nga shoqëria civile kemi edhe Adriatikun, Adriatik Lugici. Përshëndetje Adriatik. Përshëndetje, për ju faleminderit për ftesë. Kenan, në të përgjithshme, shoqëria jonë është aktive apo është shoqëri që ankohet më shumë? Unë thashë është më shumë dembele, sepse kur dembelet gjithara ankohen. Po lidhen nga kjo që unë njërë prej antarët të shoqërisë civile ose si aktivist nga ditët e para pas luftës ose para luftës, vërtet gjitham ka shqetësuar ankus si ankus, por kur të fillosh me morë ndonjë iniciativë, as nuk janë pajtues me ata që ti ki morë frymëzimin e ki morë iniciativën nga ata që janë anku. Domthon këtë filozofia është që janë dembele ata. Që shpim bjen kjo që... Domthon ata të... Vetë ankohen, i ofron në zgjidhje dhe prap nuk e pranojnë? Nuk e pranojnë. Domthon janë këtë qytetarët e Republikës Kosovës, them qytetarët e Kosovës, unë e pisi një e kanë qëtë mendësi. Domthon asnjëherë të vetmin që vetë thujnë, vetë inicojnë, e ngrisin si shqetësim, edhe vetë nuk ju bashkangjisin aso iniciativës. Kërë ke pa një gjë të tillë, në çfarë rasti konkret mund të themi? Po fillu pej grupës në rrugë, e në rrymë, e në ujë, e në shëndetësi, e në mjedisën krejt. Domthon, në çdo udhë që themi na, në çdo shtëpi, e në çdo lokal, kafeteri, i kit ankesat. Kur fillosh me organizu, me mobilizu shoqërinë, e ti ndiku duke i thirrë ata vetë që ankohen, është problematik. Po flas pi një 3 çështje nëse më lejohet. E para, pas luftës, kemi ngritur shumë shqetësimin rreth çështje që kanë të bëjnë me infrastrukturën, e arsimin, e të njëjtë ku deri te mbeturinat. Unë nisa shumë iniciativa, ndoshta aktivitete protesta, kur për shembull po du me marr një shembull, gjendja e infrastrukturës rrugore para 10 vite ka qenë shumë e keqe se sa tash. Edhe të thëshme, hajde do në protestojme për grupat që nuk më mshili. Ka të nderë, por nuk po arrim të përmisojnë atë gjendje. Domthon, një natë për para, kur para se më janis iniciative, ti më lese 20 vetë, 30 vetë, 50 vetë. Kur dalë që me fillu me zhvillu aktivitetin në teren, domthon me ditë që i bashin 5 vetë, bile plus me gazetare, kamerman, sa ata janë. Domthon, kjo është një shqetësim i jemi. Mos losni për rrymën e për gjërat, arsime e shumë të tjera. Domthon, ne jemi si popull demel që vetëm ankohemi e kritikojmë, a kurse iniciativa nuk janë gjendje me morë një iniciativë, nuk janë gjendje me bashkangjitë iniciativës. E mbetet njëra prej shqetësime më të mëdha tjetës teme, qysh këta qytetarë të Republikës Kosovës nuk arrisin s'poku të bashkangjitën iniciativat e qytetarëve, sidomos të organizatave të iniciativave të këshillave që morrin, e një diku për ta përmirësuar gjendjen e tyre, nuk jo për situatën e kujt tjetër, në kujt shijes apo ndonjë rrethon tjetër, po vetëm për situatën me të cilën ata ballavaçohen. Po Adriatik, po pajtohesh me këtë që ne jemi shoqëri dembele? Tash, ajo që kësha thonë në, është që me u pajtu me Kenanin, përshkak që Kenani ka një përvojë gëgjatë madhe se për këtë aktivizimit, lere më jo veç aktivizimit rinor, po kështu edhe në tërsi, kështu që falenderoj kështu për punën. Në raport me rinin, në raport me qytetarët e Republikës Kosovës, kur na bje me pas aktivitetet të ndryshme, na realisht e shumë që ato edhe prej afër ku plot janë një goj për me u bashkangjit në kuadër të aktiviteteve, mirë po kur del në mejdan atje, atër tërhiqen. Se një qasë e tillë? Tash, besoj që ka këtu disa probleme të cilat janë kriju ndër vite, mendoj që ka të bëj goxha shumë edhe me çështjen kulturore që kemi, ose një trashëgimi që na ka mbet prej periudhave të mëhershme, ku nëse te ngrit zonin për një çështje të caktuar, atëherë ti ke mundenu ose dikush ka me pas pasoja të tjera, është më shumë ide fiktive e cila
është ndërtu për shkak të presionit që kemi pas, ndoshta ndërkombëtar, ndoshta presioneve të tjera, luftrave të cilat i kemi pas, edhe kur ndodhin situata të njëpasnjëshme, atëherë pushteti, pra autoriteti në këtë rast, si me thonë, policia neve na duket më i fuqishëm se sa gjyqtari. Për shkak që na ende si qytetar nuk e kemi kuptuar rolin tonë në shoqëni dhe nuk i dim të drejtat tona. Na kur nuk i dim të drejtat tona, mandej edhe prodhojnë rezultate të tilla. Për shembull, Instituti Republikan Ndërkombëtar që ka bërë një studim brenda Kosovës ka treguar që vetëm 5% e Republikës Kosovës pra besojnë që janë të përfshirë në vendimarrje. Imagjinoje çfarë statistike shqetësuese është kur qytetarët ku janë afër 2 milion njerëz nuk e ndjejnë veten të përfaqësuar në Republikën e Kosovës. E 15% prej tyre dalin që janë pjesë e një demokracie kështu. Çfarë na kallëzon kjo? Ndoshta është mirë me i kthy pak edhe ka vetja formën si qysh na i trajtojmë senet dhe çfarë lloj kriteresh kemi na. A jemi faktikisht këtu po du me ndal. A jemi ne individ faktikisht që përbëjnë një shoqëri që kërkojmë zgjidhje nga tjetri, por faktikisht nuk e fillojmë nga vetja. Ankohemi për një çështje që është në interes publik, por kemi prap diçka në dorë për të bërë spaku, për të nisur diçka në drejtim të ndryshimit, por kërkojmë që hapin e parë ta bëjë dikush tjetër. Padyshim, po kjo në psikologji për shembull shpjegohet sikur pritja që dikush tjetër me vepru. Edhe po besoj që na si shoqëni e kemi që të shtysen, domethënë prej poshtë, edhe në momentin që dikush është i zotshëm ose i zërshëm në raport me çështje të ndryshme, atëherë na e përkrojmë ato, mirë po kemi tendencat që me pas një farë ide të konfirmizmit, ku nëse dikush tjetër pra e jep një ide, e ajo ide mas ne është në funksion, ose për shembull ti e ke idenë e kryetarëve të komunave. Pra s'po dal në kafe me këtë kryetar të komunës për me diskutu një çështje të caktuar, pavarësisht që unë kam bindje ideologjike të njëjta ose të përafërta me atë kryetar, mirë po çka nëse kryetari tjetër bëhet udhëheci i komunës tem, atëherë unë dona me lujt me të dyja kartat. E kjo tregon mandej edhe për formën si qysh na funksionojmë, e çfarë sistemi jemi të instalu tek fëmijët tonë, tek gjeneratat e reja, edhe kjo është vazhdueshmëria e asaj që nuk veprojmë. A kemi ngatruar konceptin e shoqërisë aktive, apo kufizohemi ndoshta tek po quaj kushtimisht tek zëri fuqishëm në Facebook, po tek mundësia e veprimeve? Që unë po lidha shumë me Adriatikun që është njëri prej djemve që e trajton mirë këtë aktivizimin shoqëror, e që nga njerë si koncept shoqëror ne dallohemi pe pikpamjeve të rrjeteve sociale. Më shumë këtë frymën politike se sa aktivizimin që ballafaqohet një qytetar që i përkasit të gjitha subjekte politike. Ballafaqimi kur ballafaqohet për një problem, nuk ballafaqohet vetëm për një elektorat i caktuar, një subjekti, por si komunitet i tërë. Dhe kjo është një problematike madhe që mendohet ase reflekton nga liderët duke krijuar praktikat e tilla. Tash një kryetar komune nëse një minis apo një deputet, ma shumë tutet për një komentit e për një postimi në rrjetet sociale, si sa nga një protest që organizohet ose bllokohet rruga për disa minuta. Ma shumë merr dëshkim nga një koment ose nga një postim, se sa nga një bllokim që mund të shkaktoj dome materiale dhe mund të krijojë një rrezikshmëri të madhe. Çka shumë e rëndësishme se sa krejt kja. Duke ul vullneti dhe gatishmëria këtyre aktivistave, njerëzve, vullnet mirë, që dëshirojnë me përmirësu statin dhe gjendjen edhe mirëqenien e qytetarëve, dhe motivohen në aktivizimin e organizimeve të ndryshme. Unë kam pas shumë shok e shoqe që kanë humbur aktivitetin e tyre për shkak jo mbështetjes së tyre në konceptet të komunitetit, apo që ka rrjedhë si problematike. Mbështetje vetëm me fjalë në rrjetet sociale, apo... Absolut, të ne jena mësu me etiketu njerëz më shumë, mi dhonë epitete, edhe për morë me shembull, mas jemi ne të dy në studio. Nëse ne do me ngrit me një zë, ma shumë kemi me morë komente kritikuse, se so komente mbështetëse. Unë e kam po vetë, nga vetë ai komunitet më ka ordhë shqetësimi tyne, kur e kam po nga familjet e tyne, kam po kritik pëse e kam ngrit, ose ka dhonë qytet epitete
politik apo veprus tjetër. Domthon, mos flasni për kërcënimet që vijnë nga komunitet njerëzit e nga strukturat institucionale. Po pse ekziston këna një çështje e tillë? Është kultura e para, është mendësia si qytetar, dhe të njëjtën kohë është një farë frikë nga institucionet. Domthon, njerëzit që janë kritik. Frikë nga institucionet në ç'kuptim? Për shembull, po folmi avonetin. Unë jam shumë strikt për çdo postim që e baj, e analizoj shumë me vetveten, me juristat e organizatës, mos ka ndonjë element të një shpifje apo ndonjë veprimi të tillë se mund të padisin. E para, kur dërgoj kërkesa për çosjen e dokumenta, e hartoj shumë bazë ligjore. E dy, e treta është shumë e rëndësishme. Nëse e informoj për një shkile institucionet e drejtësisë, e mendoj e përdori gjuhën me të cilën është shumë e bazuar në çështje juridike. Ju s'kun vendet e avancume që e informon institucionin për një dyshim të veprës penale edhe në rregull nuk ndjekësh. Në Kosovë diçka ndodh. Pos që ndjekin institucionet, për shembull, na unë disa herë jam i hetu nga disa njerëz që kanë folur në mënyrë budallakia, veprime të pakontrolluara atyme, dhe institucionet domthon e ka veprimin që duhet më të hetu, duhet më të inspektu. Domthon, ne si organizat vinë inspektorat e punës, ATK-s, policia, për shkak që jemi organizate zëshme. Domthon, ne deri më tash domthon, kemi qenë i mbesmi shumë të kujdesshëm me veprimet e tona, sepse mund të jemi target edhe të grupeve të interesit që ti i kritik ndaj tyne, po dhe ndaj interesat të caktuara që mund të jetë për ndonjë veprim të tillë. Domthon, ata njerëz që janë të zëshëm, i etiketojnë edhe ky veprim. Por ata të cilët janë pa zëshëm, që fitojnë, nuk janë kur të prekshëm. Po, realisht, Adriatik, në çfarë situatë, ose në çfarë tema, në çfarë raste e shohim që shoqëria jonë mund të konsiderohet e zëshme, ose mund të konsiderohet shoqëri aktive, cilat janë format që ata e shprehin këtë interesim? Patjetër, besoj që kemi shembuj shumë të mirë, se nisëm ndoshta me disa shembuj jo edhe as të mirë, mirë po është shqetësimi përbashkët për cilin na jemi duke e përjetu vazhdimisht. Sa përket punës vullnetare, e cila është cilësu thellë si veprimtari për me ndihmu tjetrin, pra është ato ku shoqëria kosovare ka një nivel më të lartë të empatisë për të njëjtën kohë dhe të funksionit. Nëse shumë në rast që ka nevoja të veçanta, nëse është në rast i cili duhet me pas trajtim mbi kancerin, mbi smundje të ndryshme, shoqëria kosovare është bashkimi më i mirë i mundshëm që mundet me u bë dhe është për mu lavdu. Mirë po, tash me qenë se jemi në këtë pjesë, unë nuk po besoj që është e mjaftueshme nëse fokusohemi vetëm te kjo pikë. Pra neve na duhet me u marr pak edhe me ligjin, pak edhe me çështjet shoqërore, pak edhe me çmimet të cilat janë të tmerrshme momentalisht, edhe qytetarët e kanë si ankesë të përbashkët, mirë po me ato që tha dhe Kenoni është e pamundur për mi mbledh bashkë me dalë me protestu. E tash një ndërgjegjësim i tillë i njëjtë si i funksionit ku na bëhemi bashkë për rastet të ndryshme të smundjes, kish me qenë shumë funksional për të njëjtën kohë dhe më na pru rezultate të mahnitshme. Për shkak që jemi edhe në moshë të re si popull, edhe kemi energji, edhe kemi potencial, edhe kalibra që ka brenda Republikës Kosovës, mujnë me jo veç me të mahnit për të njëjtën kohë dhe me qenë inspirim për gjeneratën e ardhshme. Në basa asaj që ka shohim që do të faktikisht në rrjetet sociale, e i bie që jemi më të gatshëm për me marrë me punët e tjerëve për një skandal, po quaj kushtimisht skandal, ose për një gabim të vogël të dikujt që përfaqëson diçka, ndonjë figure publike, se sa faktikisht të miremi me problemet reale. Ne jemi të prirë me u marrë me gjërat negative. Sepse ne shohim që komentojmë faktikisht një veprim të caktuar të dikujt, jo e pa devesh këtë gjë, jo diçka të ngjashme. Shembull, të marr pasi Polina personalisht me vetë. Nëse unë i kam bën 100 aktivitete të mira, ndoshta kam bën një gabim të vogël që është asgjë teknike, më shumë përmendet ai gabim teknik i imi, sesa 100 aktivitete që kam po dobi jo vetëm një pjesë e bashkësisë, po ndoshta të Republika e Kosovës. Jemi të prirë si shoqëri me ja përmend, me etiketu e me akuzu për diçka shumë thjeshtë.
Ndoshta pse si ka pas syzat mirë ose ndoshta pse ndoshta jo i ka dalë mbi një praktike të keqe. Tash çka bie kja? Që nëse flasmi për Adriatikun që ka bë 10 aktivitete rinore që mbi bazën e projektet të tij sot të ria kanë po hojrin në punësim dhe arsimim. Domthon, asnjëherë nuk përmendet në sfidën shoqërore ose kenone ose dikush tjetër. Domthon, ne kemi nxjerrë shumë herë ose njerëz vullnetarë ose kryetarët e bashkive lokale që dua t'i përmend në thakt të veçantë, që në vullnetarë kryjnë punë ata. Domthon, ose forumet e sigurisë që kanë zgjedhur probleme të shumta. Pak shumë me aktivitetet që janë mbështetur ose përmenden në shoqërinë tonë, që ndoshta kanë luajtur rol shumë më shumë se sa vetëm ministri apo institucioni që është përgjegjës dhe është i obliguar me zgjidhje atë problem. Domthon, kemi raste të tilla që në Republikën e Kosovës një kryetar apo një udhëheqës i një organizatës qeveritare me 10 aktivista ka kryer aktivitete shumë më shumë se sa vetëm një institucion i Republikës së Kosovës, dhe çka më e rëndësishme, që as institucioni nuk janë në dieni për ato aktivitete që zhvillohen. Ndoshta unë di 10 raste që anëtarët e shoqërisë civile, kryetarët e bashkive lokale, forumet sigurisë, kanë zhvilluar, kanë parandaluar gjëra më të rrezikshme në nivel vendi dhe nuk dihet as nuk njihet për atë aktivitet. Unë një shumë personalitete në vend, me vullnetin e tyre human, që kanë arritur që të krijojnë siguri për atë komunitet, e zhvillojnë aktivitete humane, e ndërtojnë gjëra, projekte shumë të rëndësishme që nuk përmenden, nuk njihen në shoqërinë tonë. Ndoshta kryetari i komunës asnjëherë s'ka kontaktuar, mos flasim për deputetë e ministra që ata nuk e dinë që kanë ndodhur ose ka mujt më ndodh në aktivitet i tillë ose në projekt i tillë. Po, Adriatik, mendon që këtë çaste të njëjtë e kanë të gjitha kategoritë në shoqëri, përfshirë këto edhe rinin. Po ndryshon çësia e rinisë sa i përket konceptit të shoqërisë aktive, sa i përket konceptit që të mos jemi më spektator faktikisht, por të jemi ata që bëjmë diçka konkrete për atë ndryshim që e kërkojmë. Është gëzar vështirë për më përgjigj një pyetje tillë, në fakt. Po duke pas parasysh edhe punën direkte me rinin, pak a shumë e dini çësjen, mund të identifikoni se në çfarë çëse po orientohet rinia jonë. Besoj fuqishëm që ka një anhedoni kolektive, kështu sa i përket rinisë. Çfarë i bën kjo? I bën që është një farë depresioni në rinin tonë për aktivitet fizik. Pra, në të kaluar veç nëse merr periudhën para pandemisë, për përvojës personale po flas edhe për shkak të raporteve të ndryshme të cilat i kemi bë, e shumë një ramje goxha të madhe të aktivitetit rinor. E kjo është gabim për shkak se Republika e Kosovës është vlerësuar për aktivitetin rinor që ka pasur. Sa ka ndodhur një gjë e tillë, cilat janë faktorë? Për shkak të disa problemeve. E para, çësia e institucioneve ndaj rinjve. E dyta, çësia e shoqërisë civile, që jemi na, ndaj të rinjve, dhe e treta, vend të rinj për më aktivizu. Për shkak se unë besoj fuqishëm, si i ri nuk është dashur tani kur i kam pas 13 vjet, me dal me mbledh ato mbeturina e me bëna i far pikture, nuk është dashur me ardh dikush me marr prej shtëpisë edhe me dal me realizu këto aktivitete. Veç ka qenë vetë iniciativë të cilën e kemi bërë bashkë. E besoj se këto vetë iniciativat janë të na mungu. E kur mungojnë vetë iniciativat, atëherë është e rrezikshme ajo që mundet me prodhu shoqënia. Bëni shumë përshtypje që e përmende edhe në këtë zinxhirin e faktorëve që ndikojnë që shoqëria jonë, konkretisht rinia të mos jetë aktiv, e përmendë çësjen e shoqërisë civile karshi e rinisë, sepse faktikisht ne përriremi që të kritikojmë tjetrin, por jo vetë. Në këtë rast ti je pjesë e shoqërisë civile. Ku po ka bënë shoqëria civile faktikisht sa i përket çësjes në raport me rinin? Tani edhe këtu ka disa probleme, po njëra prej kryesorëve të cilën ka mujt me pa është që keqpërdorimi i paras publike nuk ndodh veç prej pushtetarëve, po ndodh prej shoqërisë civile. E njëra prej problemeve që ka qenë ndër vite është që edhe fundet kur janë dhënë për organizata të caktuara, atëherë ato janë keqpërdor, nuk janë përdorur në formën më të mirë të mundshme. Ose janë marrë vetë gazetarët e institucioneve që kanë themeluar që
Pikërisht. Pra, ose ata të cilët kanë qenë pjesë e komisioneve të ndryshme, ose ata të cilët kanë qenë grupet e interesit, ku ta dijon, tash prej vitit 2018. Po pastaj këto organizata a bëjnë diçka konkrete? Po nëse më lejon ta plotësoj nashta Adriatiku, më thot bashkë kështu në gjuhën e popullit. Një numër e organizata të shoqërisë civile që janë të regjistruar në Republikën e Kosovës, që përfitojnë nga institucionet e Republikës së Kosovës, nuk vrenë aktivitete që zhvillojnë. Domthonë, janë zyrtar të institucioneve të Republikës së Kosovës që ata janë në mënyrë direkte, në mënyrë indirekte, janë pjesë aty në organizata qeveritare e që marrin grondat nga qeveria, nga institucionet e Republikës së Kosovës. Që kështë me rreziku që kanë dhonë natyrën e ndjaron gjyrën më të keqe organizatave shoqërisë civile, këtë rast organizata që kanë punuar edhe punojnë në interesin publik, punojnë edhe në fushën e vullnetarizmit, edhe në programe të rive, po të njëjtë kohë në interesin e borxhës së interesit publik. Këto organizata, jo vetëm që kanë shkatruar, kanë abuzuar me paranë publike, po janë duke e rreziku qëndrueshmërinë aty në organizata që kanë zhvilluar aktivitete të qëndrueshme në komunitet, edhe në fushën e rinisë, po edhe në fushat e problematikave tjera që mund të inicojmë. Domthonë, këtu në Kosovë do të më nxjerrni leç që organizatat me të cilën janë duhet të bëhet një analizë dhe të bëhet një ulëmtim e verifikim nga cilët zyrtar janë të themeluar, edhe nëse janë të themeluar nga zyrtar tjerë, cila janë ngjashmëria me njerëz të afërt, sepse unë e tham, deklaroj publikisht që një numër i madh i organizatave qeveritare të shoqërisë civile në Kosovë janë themeluar nga zyrtarët e shërbimeve publike, nga institucionet që punojnë për institucione, e që në mënyrë direkte dhe indirekte marrin gronde nëpër institucionet të Republikës së Kosovës, jo me vlera të ulta, po shumë me vlera të larta, e që aktivitetet e tyre nuk vrehen, nuk identifikohen cilat janë duke vepruar atyre. Këtu ka jo vetëm për të trajtuar, po ka për të hetuar keqpërdorimet e tyre. Sepse organizatat të cilat janë burim, me të cilën duhet krijuar, nëse kanë krijuar efekte pozitive, vrehen, shihen. Domthonë, janë identifikuar edhe që nuk janë përfituar çka më e keqja të fondeve publike. Unë vetë jam pjesë e disa prej identifikimeve të këtyre projekteve, këtyre organizatave që kanë ngritur dhe vazhdojnë të ngrisë, ku që shpengrisë sot, e që besoj që në rastin e veprimeve të tilla e humbi vullnetarizmin në shoqëri, çka më e keqja, edhe japin një imazh të keq të organizatave shoqërisë civile, sepse dhe statistik, nëse një qytetar mund të thotë që ju keni abuzuar edhe nuk keni zhvilluar aktivitete. Ndoshta një problem tjetër përveç kësaj që përmendi Kenani është edhe forma si qysh organizatat e shoqërisë civile bashkëpunojnë mes njëra tjetrës, ose forma si qysh i kanë krijuar rjetizimet. Për shembull, Kenani është pjesën e rrjetit të organizatave, është përfaqësues i saj kështu me radhë, sa rrjetet e tjera janë brenda Kosovës, edhe kush është në krye të tyre, qysh funksionojnë, çfarë lloj forme të funksionimit kanë. Janë pyetje të cilat do të mi bëhen të qytetarë, do të bëhen në rregull edhe realisht edhe perceptimin e shoqërisë. Dyshim që ndikojnë për shkak se unë si i ri nëse shkoj me një trajnim ku unë s'kam mësuar kur gjë hiç, atëherë unë shkoj në atë trajnim hiç për shkak se përdori këtë kohë me shkruar atë komente në Facebook ose me komentuar çështje të ndryshme që e quajnë aktivizëm, masnjë edhe gjeneratat e reja që unë spajtohem, për shkak që është e kohët nëse ti nuk bën asnjë hap konkret i cili është institucional e formal për me rregulluar çështjet e brendshme, çështjet tona që na vetë i kemi si shoqëni. Të ndërruam, faleminderit shumë që ishit pjesë e këtij diskutimi të hedhur sot. Faleminderit. Keq shumë debata më relaks e më knacike ky debat që me vite të tëra e pres me diskutu pak më gjerë se sa ky. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për kontributin e juaj. Faleminderit shumë edhe ju. Kemi diskutuar